A e dini që marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë në fushën e sigurimit sociale nuk kufizohet vetëm te pensionet? Në fakt ajo ofron një ndihmës edhe për përfitime të tjera, si për lejen e lindjes, kompensim për sëmundje, pagesën e papunësisë, por trajton edhe rastet e qytetarëve shqiptar apo italian që zhvendosen për të punuar nga njëri vend në vendin tjetër. Por si funksionon bashkimi i periudhave në këto raste? Si ndërlidhet bashkimi i periudhave me realizimin e këtyre përfitimeve? Cilat janë afatet që ju duhet keni në konsiderat të nderuar miq që t'jeni përfituesit i njërit prej këtyre përfitimeve? Të nderuar miq, në episodin e 11 që njëkohësisht është dhe episodi i fundit i ciklit Pensione Shqipëri dhe Itali shpjeguar nga Teuta, do të trajtojmë pikërisht rregullat dhe afatet që të jeni përfitues i një pagese papunësie, leje lindje apo kompensimi për sëmundje. Nga ana tjetër do të trajtojmë edhe rastet e individëve që janë të punësuar në një shtet, por shvendosen për të punuar në një vend tjetër. Unë juftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube Teuta Nuna e Kortoçi, pasi ne do t'ju ofrojmë në këtë episod informacione shumë të vlefshme, të cilat mund të ndihmojnë që juve t'jeni përfitues real të asaj të drejte që juve keni. Nga ana tjetër, unë juftoj që të ndiqni të plot këtë episod, sepse do t'ju ndihmoj duke ju treguar rregullat e duhura dhe afatet që të mos humbisni asnjë nga të drejtat tuaja. Nderuar miq, në cilat raste ju mund përfitoni pagesën e papunësisë? Pagesa e papunësisë ofrohet për individët të cilët janë në marrëdhënie pune, kanë kontribuar minimalisht 6 muaj në Itali dhe më tej për një arsye, për përmbylljen e një kompanie apo për mbylljen e një cikli pune, ata në këtë rast dalin të papunë. Dhe që të jenë përfitues të kësaj pagese papunësie, do duhet që të kenë derdhur kontribute minimalisht 6 muaj në Itali. Por çfarë ndodh nëse ky numër kontributesh është më i pakët? Në këtë rast, këta individ i ndihmon marrëveshja që Shqipëria dhe Italia kanë shkruar për sigurinë sociale që ka hyrë në fuqi më 1 korrik 2025. Pasi ky qytetar shqiptar, i cili nuk plotson periudhën minimale 6 mujore të ketë derdhur kontribute për sigurime shoqërore në Itali, mund të jetë përfitues një pagese papunësie nëse bashkimi i periudhave kontributive mes Italisë dhe Shqipërisë e realizon kushtin minimal të 6 muajve. Por ne kemi nga marrëveshja edhe një informacion tjetër. Gjithmonë për një qytetar shqiptar i cili përfiton pagesën e papunësisë dhe i zhvendoset për të kërkuar punë në Shqipëri. Çfarë ndodh në një rast të tillë? Ky qytetar mund ta përfitojë pagesën e papunësisë deri në 3 muaj, edhe pse ai është vendosur në Shqipëri për të kërkuar punë. Por në këtë rast qytetari duhet të ketë një njoftim pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, të cilët në këtë rast kanë obligim më pas të njoftoninës, duke plotësuar formularin përkatës dhe brenda afatit ata certifikojnë të drejtën dhe kozjatjen e punës të këtij qytetari. Vetëm në këto raste qytetari mund të jetë përfitues i pagesës papunësisë. Por ç'ndodh ndodh me zonjat për lejen e lindjes apo për kompensimin për sëmundje? Edhe në këtë rast, neve na shërben sërish marrëveshja e pensioneve nëse qytetarët për qenë përfitues të një prej këtyre përfitimeve në këtë rast, qoftë për lejen e lindjes për zonjat o për kompensimin e sëmundjes, nëse ata nuk kanë plotësuar kriterin minimal, që duket dhe që e njeh ligji për të qenë përfitues, atyre në këtë rast mundet që t'i ndihmoj bashkimi i periudhave kontributive mes dy vendeve. Dhe në këtë rast, pagesa e lindjes ofrohet nga vendi ku është rezident qytetari, nëse është në Itali ofrohet nga Italia, nga INPS dhe nëse është në Shqipëri ofrohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Të nderuar miq, neve thamë në fillim të këtij episodi që marrëveshja nuk kufizohet vetëm te pensionet, nuk kufizohet tek pagesat e papunësisë ose të lejes së lindjes dhe kompensimit për sëmundjet, por ne na jep një ndihmës edhe për të gjithë ata qytetarë shqiptar dhe italian, të cilët punojnë në vendet e tyre, por zhvendosen duke punuar
në vendin tjetër. Dhe për këto në këtë rast mund të marrim shembullin e një qytetari shqiptar që punon në Shqipëri, por që kompania e tij është vendosur me punë në Itali. Dhe ky qytetar në këtë rast do vijojë të derdhë kontributet për sigurime shoqërore pranë ISSH-s, pra Institutit të Sigurimit Shoqëror në Shqipëri, nëse periudha e tij e punës është më pak se 24 muaj. E njëjta gjë vlen edhe për qytetarit italian të cilët janë të punësuar në Itali dhe që kompania e tyre i dërgon me punë në Shqipëri, ato do vijojnë njëkohësisht dhe kompania pra punëdhënësi të paguajë kontributet për sigurime shoqërore në Itali pranë INPS-it nëse kontrata e punës ose marrëdhënia e punës e këtyre qytetarëve italianë në Shqipëri do jetë më pak se 24 muaj. Nëse kjo periudhë i kalohet, atëherë në këtë rast këto do t'i nënshtrohen rregullave që kanë shtetet përkatëse ku ata kryejnë marrëdhënien e punës. Të nderuar miq, ky është episodi i 11 dhe me këtë episod të 11 neve kemi mbyllur të gjithë ciklin e trajtimit në mënyrë shumë të veçantë, në mënyrë shumë të saktë, shumë koncize, shumë përmbledhëse të gjitha të drejtave, të gjitha përfitimeve që ofron marrëveshja për sigurinë sociale mes Shqipërisë dhe Italisë, si në fushën e pensioneve, e cila realisht ka një gamë shumë të gjerë, pasi nuk flitet vetëm për pensionin e pleqërisë, kemi folur për pensionin e validitetit dhe me radhë, por nga ana tjetër edhe për kategori të veçanta siç i trajtuam edhe në këtë episod, për pagesën e papunësisë, lejesë e lindjes, kompensim për sëmundje apo se si trajtohen për individët e punësuar. Marrëveshja në këtë rast dhe vetë dokumentat e INPS kanë të detajuar të gjitha rregullat që orientojnë qytetarët në këtë rast kur ata zhvendosen me një marrëdhënie pune nga njëri vend në vendin tjetër, duke plotësuar formularet përkatëses, duke i deklaruar pranë INPS-it ose pranë ISSH-s, duke përcaktuar kodet përkatëse të tyre. E gjitha kjo në këtë rast mundëson që e gjithë periudha e punës në këtë rast të jenë periudha që të njihen dhe të mos humbasi asnjë periudhë pune, pavarësisht nëse individi e kryen në Shqipëri këtë marrëdhënie apo edhe kryen në Itali. Të nderuar miq, unë ju falenderoj, shumë ju falenderoj me zemër që jeni bërë pjesë e këtij komuniteti, që jeni keni ndjekur në mënyrë të vazhdueshme episodet tona. Njëkohësisht që na keni shtruar pyetjet tuaj, e keni bërë këtë komunikim të jetë kaq real dhe kaq i afërt dhe njëkohësisht kaq i drejt për drejt. Unë shpresoj shumë që me përgjigjet që unë kam kthyer në mënyrë shumë personale secilit për jush, tu kem dhënë një ndikmes dhe një orientim të duhur me bazën ligjore, gjë që është edhe vetë qëllimi i episodeve tona, që të orientojmë qytetarët me të drejtat, me bazën ligjore, me gjithçka që përcakton ligji për sigurime shoqërore në Shqipëri, marrëveshja e pensioneve, gjë e cila i ndihmon këta individ të marrin atë informacion dhe plot që u nevojite. Duke shpresuar në këtë rast që edhe këto ndikmesa të kenë qenë vërtet dobipruese për ju dhe të kenë ndihmuar në një vendimmarrje gjithmonë edhe më të drejtë, ne në këtë rast ju bëjmë një ftesë për të vazhduar të na ndiqni edhe në episodet e tjera, pasi do të vijojmë të trajtojmë episodet tona në takimet e UT në mënyrë që të merrni një informacion edhe më të plot, edhe më të azhurnuar, edhe sa më të ri, pra me çdo publikim të ri që bën, në mënyrë që juve në këtë rast të jeni përfitues të gjitha të drejtat që ju garanton si ligji shqiptar, po edhe marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, sepse në fund të fundit që të njohësh një të drejtë do thotë të garantosh në këtë rast edhe respektimin e saj. Duke falenduar sërish, unë ju lë takim për episodin e radhës dhe deri atëherë, miru takofshim.